Policia e Pukës ka bërë publike të gjitha detajet e operacionit të koduar Oroshi, një prej ndërhyrjeve më të vështira të viteve të fundit, i cili zgjati rreth 12 orë dhe përfundoi me neutralizimin dhe arrestimin e 2 të rinjve të armatosur rënd, Erzen Uka dhe Julian Cumraku në fshatin Orosh. Fillimi i ngjarjes daton mëngjesin e 24 nëntorit 2025, rreth orës 9, ku gjatë një kontrolli rutinë të territorit, efektivët e komisariatit të policisë Puk konstatuan një person që sapo vuri re praninë e shërbimeve policore, u largua me nxitim dhe u fut në një shtëpi të braktisur, pronë e shtetasit me iniciale PC, gjyshi Julian Cumrakut. Pavarësisht thirrjeve të përsëritura të policisë për të dorëzuar personin në brendësi të banesës, jo vetëm nuk ju bindu urdhrave, por kërcënoi me armë zjarri efektivët. Kjo situatë detyroi policinë të vendoste një perimetër sigurie dhe të kërkonte ndërhyrjen e forcave elitare Renea. Me mbërritjen e forcave speciale Renea dhe vendosjen e rrethimit të plotë të zonës, situata u përkeqësua. Nga brendësia e shtëpisë, 2 të rinjt, tashmë të identifikuar si Erzen Uka, 35 vjeç, dhe Julian Cumraku, 34 vjeç, hapën zjarr ndaj forcave speciale, duke rrezikuar seriozisht jetën e tyre. Policia ndoqi procedurat standarde të negocimit dhe shmangu përdorimin e armëve të rënda për të evituar viktima. Për orë të tëra, efektivët e Reneas dhe policisë së Pukës bën thirrje të vazhdueshme për dorëzim, ndërsa në proces u përfshin dhe 2 të afërm të 2 të rinjve, të cilët luajtën rol kyç në uljen e tensionit dhe parandalimin e një përplasje të armatosur me pasoja të rënda. Pas 12 orësh rrethimi, pa rrugdalje dhe të vetëdijshëm se situata kishte arritur kufit ekstrem, Uka dhe Cumraku pranuan të dorëzohen. Gjatë kapjes, Erzen Uka u gjeti plagosur me një plag të shpuese në kofshën e djathtë, por u transportua menjëherë drejt Spitalit Rajonal të Shkodrës, ku ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Gjatë kontrollit të banesës së braktisur, policia zbuloi një arsenal të tërë armësh dhe materialesh të rrezikshme, si 4 automatik, një pistolet, 17 granata dore defensive, municion shumë të luftarak, kapsolla detonatore elektrike, fitil zjarrpërcjellës, 2 gëzhoja të shkrepura. Në murin e banesës u gjeti varur flamuri i organizatës terroriste ISIS, duke ngritur dyshime të forta mbi motivet dhe aktivitetet e 2 të rinjve. Erzen Uka, 35 vjeç, me origjinë nga Gjormi i Kurbinit, kishte precedent penal për nxitje të urrejtjes dhe grindjeve dhe ishte i njohur për i kohësh për shërbimet e antiterrorit. Ai ishte ish ushtar i forcave paqëruese shqiptare në Irak dhe në vitin 2015 ishte arrestuar si i dyshuar për radikalizëm të rinjve dhe nxitje për të bashkuar me ISIS, një çështje që solli përplasje të forta me gjyqtarin Bib Ndreca. Julian Cumraku, 34 vjeç, banor i Pukës, kishte dënime të mëparshme për vjedhje dhe kanosje. Të dy ishin prej kohësh në vëzhgim të antiterrorit, por në komunitet shfaqeshin rrallë dhe nuk kishin krijuar probleme të hapura. Ata frekuentonin her pas here xhamin e fshatit Kryezi, megjithse kjo e fundit nuk ka shërbesa të rregullta për shkak të mungesës së personelit fetar. Operacioni Oroshi konsiderohet një ndërhyrje e suksesshme e policisë shqiptare, e cila përmes negocimit, koordinimi i forcave dhe evitimit të përshkallëzimit të dhunës, arriti të neutralizojë një situatë tepër të rrezikshme, ku përfshin persona të armatosur rënd, të dyshuar për lidhje radikale dhe të gatshëm për të përballur me forcat e rendit. Në ditët në vijim, priten zhvillime të mëtejshme, ndërsa 2 të arrestuarit do të nënshtrohen hetimeve të thelluara për arsenal armësh, dyshime për radikalizëm dhe të gjitha veprimet e kryera gjatë ngjarjes.